pasi që pejgamberi alayhis salam na e ka sqaruar se para kiametit, para se të vijë kiameti, do të përhapen disa prej mëkateve të mëdha. Dhe padyshim se ne jemi më afër kiametit se sa që kanë qenë muslimanët e parë pas 1400 viteve, dhe kjo tregon se mëkatet e mëdha rrjedhimisht po shtohen më shumë, sepse kështu është, sa më shumë që afrohet kiameti, aq më shumë domethënë shtohen mëkatet e mëdha dhe aq më shumë njerëzit largohen nga mësimet e pastra fetare. Kështu që tema është shumë e rëndësishme aktuale. Ju përgëzoj për temën, sa i përket mëkateve të mëdha, domethënë argumentet e Kur'anit famlart dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë ndarë mëkatet në të mëdha dhe në të vogla. Domethënë gjitha mëkatet nuk janë të njëjta, po ka mëkate që janë shumë të mëdha dhe ka mëkate që janë pak më të vogla, sa i përket dënimit dhe sa i përket pasojave negative tek individi po edhe tek shoqëria. Domethënë nuk janë të gjithë mëkatet në njëjtën shkallë, po dallojnë njëra prej tjerëve. Për argumenteve nga Kurani famlar që tregon që e bën këtë ndarje, mund të themi, është ajeti ku Allahu subhanahu wa taala thot: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Thot Allahu i lartësuar, nëse ju o njerëz largoheni prej mëkateve të mëdha, prej ndalesave të mëdha nga të cilat ne ju ndalojmë juve, ne do t'u shlyejm gabimet eventuale të vogla që i bëni, domethënë brenda jetës suaj. Kjo është argument i qartë, pra ky ajet është argument i qartë se mëkatet ndahen në të mëdha dhe në të vogla. Po ashtu argument nga fjalët e të dërguarit të Allahut, nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është hadithi ku pejgamberi alayhis salam thot: "Es-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahun idha ijtunibat al-kaba'ir." Thot pejgamberi alayhis salam, 5 kohët e namazit. 5 kohët e namazit brenda ditës. Xumaja deri në xumon tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë shlyerse të mëkateve, i shlyejnë mëkatet që bëhen mes, domethënë 5 kohët e namazeve, xumaja, Ramazani deri në Ramazan, i shlyejnë mëkatet që bëhen brenda kësaj kohe. Mirë po me një kusht, idha ijtunibat al-kaba'ir. Kushti është që ty largohesh mëkateve të mëdha. Nëse një musliman i largohet mëkateve të mëdha, atëherë mëkatet e vogla eventuale që i bën brenda kësaj kohe, domethënë brenda 5 kohët namazit, brenda xumos deri në xumon tjetër, Allahu ja fal. Mirë po nëse nuk largohet prej mëkateve të mëdha, atëherë kuptohet se nuk e arrin këtë shpërblim që është falja e mëkateve në përgjithësi. Ky hadith pra i kemi dy dobija e këtij hadithi është në dy aspekte. Aspekti i parë tregon se ibadetet, namazi, xumoja, Ramazani, këto i shlyejnë mëkatet që bëhen brenda kohës. Kjo është ajo që kuptohet në shikim të parë prej hadithit. Ndërsa ajo që kuptohet me një analizë pak më thellë të hadithit është se mëkatet u ndahen në 2 lloje, që është tema të cilën e kemi në fjalë, pra mëkatet e mëdha dhe mëkatet e vogla. Sepse pejgamberi alayhis salam tha, kur të largoheni prej mëkateve të mëdha, do t'u falë Allah subhanahu wa taala mëkatet tjera me këto ibadete. Sa i përket definicionit të mëkateve të mëdha, tash e sqaruam se argumentet fetare tregojnë se mëkatet ndahen në të mëdha dhe në të vogla. Sa i përket definicionit të mëkateve të mëdha, çka kanë thënë dietarët pra se si mund ta kupton një musliman se cili mëkat është i madh apo nuk është. Thon dietarët, mëkati i madh është çdo mëkat për të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur të madh. E ka quajtur si vepër shumë të shëmtuar, shumë të keqe apo shumë të madhe. Disa gjëra i përmend Allahu, thot këto tek Allahu janë të mëdha. Për disa mëkate në Kur'an thot e madhe, përshkruan këtë formë, e madhe, do të thonë një vepër e rëndë, e madhe. Kjo është pra e para që Allah ta përshkruaj si të madhe, si të rëndë. E dyta është që Allah ta mallkoj, Allahu ose pejgamberi alayhis salam ta mallkoj vepruesin e atij mëkati. Dhe
si për shembull për mëkatin e kamatës, alkoolit, pejgamberi alayhis salam i ka mallkuar vepruesit e atyre mëkateve. Kjo që tregon se është mëkat i madh, përderisa kur përmendet ai mëkat edhe mallkohet vepruesi i atij mëkati. Shenja e tretë për ta kuptuar se një mëkat është mëkat i madh është që pejgamberi alayhis salam tash ose Allahu në Kur'anin famlar ta tregoj, ta detajizoj dënimin që e ka vepruesi i atij mëkati. Dënimin pra në ahiret që e ka. Tjetër është që ta kërcnoj me zjarr vepruesin e atij mëkati, ti kërcnohet pra me zjarr të xhehenemit, me dënim të rëndë. Dhe e fundit është që ta quaj atë mëkat kufër ose shirk, apo të thoj nuk është prej nesh kush e vepron këtë mëkat. Pra, nëse Allahu dhe pejgamberi i tij thonë për një mëkat se është i madh, ose se e mallkon vepruesin e atij mëkati, ose e quan kufër ose shirk, ose i kërcnohet dhe detajizon dënimin që do ta ketë në xhehenem vepruesi i atij mëkati, të gjitha këto na tregojnë se ai mëkat është mëkat i madh. E tash dënim, kërcnimi i mëkatit të madh është vepruesi që i bën, domethënë mëkatet e mëdha. Rreziku i veprimit mëkateve të mëdha është se mëkatari i tillë i nënshtrohet dënimit të Allahut subhanahu wa taala, sepse për çdo lloj mëkateve të mëdha ka një dënim të veçantë dhe shumë ajete dhe hadithe i kanë përshkruar këto gjëra. Për shembull për zinaqarët, thot pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij se Allahu ja ka shfaqur dënimin e zinaqarëve në ahiret, atyre që janë të pamoralshëm, që merren pra me prostitucion apo me amoralitet, që kanë kontakt jashtë martesor, pra, jo legjitim sipas shariatit, po me dikën që nuk ka lidhje martesore me të. Pejgamberi alayhis salam ka thonë se ata do të jenë në një si furrë prej zjarri. Do të thonë brendësia e asaj furrës apo pjesa e poshtme është e gjerë, ndërsa maja e asaj furrës është e ngushtë. Edhe ata do të mundohen të ikin nga zjarri i cili u vjen nga poshtë. Do të thonë se e kërcënon, mëkatari i madh kërcënohet që të bie në këtë dënim, pa marrë parasysh se për çfarë mëkati i bën. Përderisa e vepron një mëkat madh dhe vazhdimisht e vazhdon veprimin e tij, ky e kërcënon, pra ky veprim i tij e kërcënon atë që të jetë për atyre që do të dënohen. Kjo pra është sa i përket mëkateve se ndahen të mëdha dhe të vogla, sa i përket definicionit të mëkateve të mëdha dhe sa i përket rrezikut pra nga mëkatet e mëdha. Tham se rreziku është se ka rrezik të madh që ta fitojë dënimin nga Allahu subhanahu wa taala.